Gazetari i medias gjermane Deutsche Welle Bahri Cani ka komentuar procesin e konstituimit të kuvendit të ri pas zgjedhjeve parlamentare të nëntëshkurtit. Ai në një postim në Facebook, ndër të tjera komentoi darkën e përbashkët të Albin Kurtit me Fatmir Limajin për cilë bota sot. Personalisht mendoj se Kurti dhe Limaj kanë mundur dhe është dashur të takohen edhe në zyrë zyrtarisht, por është e drejtë e tyre të takohen e bisedojnë ku të duan. Tashti ka të tilla që thonë se Limaj pa akën nuk do të futej në kuvend, se nuk është e moralshme etj. Por në pyetje janë interesat e vendit. Shkrojnë ndër të tjera Cani për cilë bota sot, në vijim shkrimi i tij i plot. Kryeministri Albin Kurti dhe lëvizja dhe vendosje synojnë që së bashku me konstituimin e kuvendit të ri më 15 prill të krijojnë dhe votojnë edhe qeverinë re. Kurti ka pasur këto ditë në kabinetin e tij takime me përfaqësuesit e minoriteteve përveç listës serbe. 2-3 prej tyre akoma nuk kanë deklaruar përfundimisht se do ta votojnë qeverinë Kurti. Duda Balja, për shembull, ka kërkuar edhe një komunë bosnjake e ajo ka kërkuar edhe post ministror apo postin e zëvendës kryeministres. Mediat në Kosovë bëjnë të ditur që Kurti mbrëm ka darkuar diku në Prishtinë me kryetarin e nismës social-demokrate, Fatmir Limaj. Nisma ka 3 deputet. Thuhet se kanë biseduar për bashkëpunim. Nuk dihet se cilat janë rezultatet e darkës së përbashkët Kurti Limaj, por dihet që lëvizja vetëvendosje së bashku me nismën dhe minoritetet jo serbe do të kishin numër të mjaftueshëm për krimin e qeverisë, më shumë se 60 vota. Limaj ka qenë së bashku në zgjedhje me AK-n, por ai ka thënë se për interes të vendit ai është i gatshëm për bashkëpunim edhe me Kurtin. Personalisht mendoj se Kurti dhe Limaj kanë mundur dhe është dashur të takohen edhe në zyrë zyrtarisht, por është e drejtë e tyre të takohen e bisedojnë ku të duan. Tashti ka të tillë që mendojnë se Limaj pa AK-n nuk do të futej në kuvend se nuk është e moralshme etj. Por në pyetje janë interesat e vendit,